më të fuqishmen për lirin të drejtat njerëzore dhe të çlirim kombëtar. Sot, thirrja ime për Aleancën e Atlantikut të Veriut, Shtetet e Bashkuara Qeverinë, është pranimi i Kosovës si anëtare e NATO-s. Kosova e lirë është një nga rezultatet më madhore të historisë së NATO-s. Kosova anëtare e NATO-s është vendi më i merituar i kësaj republike, por dhe në rrafshin gjeostrategjik, kufiri i NATO-s duhet të jetë kufiri i Kosovës në këtë zonë. Dhe antarësimi i Kosovës është një mesazh i kufirit të thana për Putinin dhe ambicjet e tij në Ballkan. Është një kundërpërgjigje e shkëlqyer që u jepet përpjekjeve të pandërprera destabilizuese, ambicjeve të hershme imperiale që përfaqëson sot Vladimir Putin. Ndaj dhe uroj që Aleanca në këtë përvjetor të konsideroj në mënyrën më serioze antarësimin e Kosovës në gjirin e kësaj aleance, e cila është një aleancë politike dhe ushtarake, por sot në rrafshin politik, Kosova është frymëzim për të gjitha vendet e rajonit, mbasi funksionimi i demokracisë dhe i ekonomisë së tregut në Kosovë janë më të garantuara se në çdo vend tjetër. Kështu që uroj dhe shpresoj i bëj thirrje Kongresit Shteteve të Bashkuara të shqyrtoj në mënyrën më të vendosur antarësimin e Kosovës në Aleancën e Atlantikut të Veriut. Partia Demokratike këtë nismë nëpërmjet përfaqësuesve të saj në delegacione të asamblesë ose opozita të asamblesë parlamentare të NATO-s do ta çojë më tutje. Ne besojmë se Kosova, anëtare e NATO-s, është një kontribut dhe më i madh për paqen, stabilitetin në rajon, për sigurinë e rajonit dhe të hapësirës euroatlantike. Faleminderit. Por unë jam këtu përsëri për një çështje madhore. Nafta në Shqipëri është shndruar në një instrument të tiranisë ndaj shqiptarëve, në një instrument të çmimeve stratosferike, të paksimit të racionit ushqimor në tovolina, të çmimeve stratosferike, të largimeve të tyre nga Shqipëria. Çmimi i naftës në vendin ku gjenden fushat më të mëdha në Europë naftëmbajtëse në det, jo në det, në tokë, siç është Marinzi,
patos Marizi, me 6 miliard fuqi. Çmimi i naftës në vendin me një seri portësh për importin. Në Shqipëri, ky çmim te i kalon me 60% çmimin e naftës në Maqedoni dhe në Kosovë. Shkaqet e këtij çmimi të lartë para zgjithash dhe mbi të gjitha lidhen me ngarkesën absurde të pamshirë fiskale mbi litrin e naftës që Edi Rama ka vendosur. Disa janë faktorët më kryesor të këtij çmimi, por në mënyrë absolute, 2 prej tyre që përcaktojnë në masën 90% të çmimit të lartë janë qeveritar dhe vetëm qeveritar. Së pari, ngarkesa fiskale. Ngarkesa fiskale në vendin me varfrin më të madhe në Europë, me rrogat më të ulta dhe fuqinë blerëse më të ulët, është më e larta në Europë dhe nofta në botë. Ngarkesa fiskale mbi litrin e naftës në Shqipëri është mbi 60-65%, ndërkohë që në vendet më të zhvilluara të planetit në mesatare, vendet anëtare të OECD-s, kjo ngarkesë është 40-45%. Ndërkohë, të ardhurat mesatare të vendeve të qytetarëve të vendeve anëtare të OECD-s janë 6 herë më të larta se sa të ardhurat mesatare të qytetarëve shqiptarë. Pra, është një gjobe të mërshme që rëndon mbi shqiptarët. Së dyti, faktori dytë madhor është kontrabanda e naftës. Asnjë litër naftë nuk hyn në Shqipëri me bote. $350.000 ton naftë kontraband hyn në Shqipëri në portet që kontrollon qeveria. $350.000 ton naftë kontraband janë të barabarta me të ardhura aktuale 410 milion euro, që të gjitha shkojnë në familjen e krye kontrollorit të kontrabandës që quhet Edi Rama. Shitja e kësaj nafte kontrabandë nëpërmjet kompanive tregon edhe një herë bashkëpunimin e Edi Ramës me kompanitë e naftës në çmimet stratosferike. A mund të imagjinoni ju? Çmimi më i lartë në Europë, kontrabanda më e lartë. Pra, shkaku më madhor i këtij çmimi shkatrimtar është Edi Rama dhe qeveria e tij. Faktori tretë janë rezervuarët e naftës, apo depozitat e naftës, të cilat në kuptimin e rezervës shtetërore mund të jenë shtetërore, mund të jenë private,
mund të jenë shtetërore dhe private. Vendimet më pashme të qeverisë i kanë shpallur ato private. Por, natyrisht, magazinimi ka çmimin e tij. Dhe atë çmim kompanitë private ja marrin konsumatorit. Në një kohë kur atij çmimi duhet t'i përgjigjet qeveria, sepse ajo rezervë mbahet për llogari të shtetit. Por Edi Rama preferon që ajo rezervë të mbahet duke tatuar dhe më rënd naftën dhe qushitet qytetarëve, xhepat e qytetarëve. Pra, janë këto tre faktorë madhor që përcaktojnë çmimin stratosferik të naftës. Çmim ky që ka në bazë taksat më të larta rreth 30% më të larta se sa në vendet e OECD-s, rreth 30% më të larta se në vendet e Bashkimit Evropian, kanë bazë kontrabandën që arrin gjysmën e naftës së konsumuar të çdoganuar në këtë vend, ka në bazë taksat tjera të lidhura me magazinat e naftë, magazinat doganore, në fakt ato janë magazinat doganore, që rëndojnë jo më vetëm ata që kanë automjetin, sepse Edi Rama niset nga një mendim anakronik, niset nga fakti se ata që kanë vetur kanë para të paguajnë, por kjo është absolutisht ndërshkim, sepse ata që kanë vetur kanë të vetmen, pothuaj të vetmen alternativë të vërtet lëvizje, masi transporti publik pothuaj se është inekzistent dhe detyrohen të shesin çfarë kanë për siguruar mjetin e transportit. Por e vërteta është që çmimi i lartë i naftës nuk prek jo vetëm ata që kanë vetura, po prek çdo qytetar me çmimin e ushqimeve, sepse transporti transpozohet në çmim të ushqimeve, rritja e çmimit të transportit. Sepse një seri prodhimesh që përdorin në procesin e përpunimit përdorin naftën, energjinë, transpozojnë në çmim te konsumatori. Çmimi i naftës pra pasqyrohet gjithësisht në bujqësi tek fermerët të cilët nuk paguajnë dot automjetet për punimin e tokës. Çmimi i naftës rrit në mënyrë të ndjeshme çmimin e ushqimeve për bagtin dhe godet kështu sektorin e blegtorisë. Në qoftë se gjerë sot, të gjitha qeveritat e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian kanë bërë një ose disa mbledhje